Deputetëve pra të cilët kanë shprehur një lloj gatishmërie që të trajtojnë, po që se krijohen institucionet e reja. Ne nuk kemi parë reagime të partisë që ka shumicën. Pra ne presim këtë rast për lëvizjes... reagime, po ndëm të... Po flasë reagime pozitive. Pra prej një partije cila ka fitu shumicën e votave në këtë vend, ata duhet të dinë që ai 20% ka votuar për këtë parti, ata e vlerësojnë, e mendojnë që është partia cila i përfaqëson më së miri dhe i mbron interesat e tyre më së miri. Dhe duke qenë kështu, atëherë ata kanë obligime, kanë detyrë që ndaj atyre që i kanë votuar. Prandaj votuesve tyre të reagojnë këto raste, sepse ky vendim i prek të gjithë. Andaj edhe sikur të krijohen institucionet e reja potencialisht me partim fituese, nuk është që kemi ndonjë shpresë që me vullnet të tyre do të bëjnë ndryshimet që ne i kërkojmë. Pra, përderisa ministri aktual në detyrë del dhe mbron me fanatizëm një vendim të tillë, madje dhe rekomandimet cilat i dërgon janë vetëm sa për ta plotësuar atë kuadrin ligjor. Nuk keni shpresë që nëse krijohet një qeveri që udhëheq vetë vendosja të ketë diçka pozitive? Të paktën deklarativisht ne nuk e kemi parë ndonjë lëvizje ose ndonjë, le të themi, premtim apo propozim se si dilet për kësaj situate, pra nuk kemi parë as edhe një deklarat kryeministrit aktual, i cili në fakt kemi prit që do të deklarohet. S'ka rëndësi sa njerëz dalin protestojnë në sheshin e kryeqytetit, mirë po sado që jenë ata, sado që shpreh një shqetësim për jetën e tyre, kryeministri e ka për detyrë që të deklarohet. Pra ne fatkeqësisht se kemi parë një gjë të tillë, andaj kjo na bën besojmë që me vullnet të tyre nuk do të shohim ndonjë lëvizje pozitive në relacion me kërkesat që ne kemi. Kadria, i përfund mungesa e institucioneve në detyra fuqi plot, e kemi një qeveri në ndërheqje, në detyrë jo kushtetuese, po ka interpretime të ndryshme, si të qoftë nuk ka kompetenca të marrë vendime të plota, një kuvend që s'është aktiv pa u funksionalizu, pa u konstitu, a i shkon kjo në dëm situatës ekonomike? Gjatë bisedës edhe ndëgja, po nuk do të ndërhyja, por është diçka që për fat jo të mirë, kjo status quo është në dëm të interesit të qytetarëve dhe si ekonomist uroj që institucionet të krijohen sa më shpejt dhe kam qenë idhëtar dhe jam që ajo parti cila dele para, ajo të krijojë qeverinë me ose pa dashje, sepse më një farë mirë pse shkohet në zgjedhje të ketë një të parë. Dhe tash në këtë rast është dashur që Zoti Kurti më një farë mirë të jep zgjidhje kësaj pune, sepse po shihet që pa pas do të atë raportet mira edhe me subjekte tjera nuk mund të krijohen institucionet, sepse kështu është krijuar demokracia në Kosovë, por qërej që një hap e parë të krijohen institucionet që të kthehet interesit qytetar, të kthehet interesit ekonomik, sepse për fat jo të mirë në Kosovë në vazhdimsi interesi ekonomik ka qenë në hijen e problemeve politike që gjithmonë është dëmtuar, që kjo na dëmton politikisht dhe në mënyrë diplomatike edhe në raport me Serbinë edhe në raport me mes ndërkombëtar, sepse në momentin që nuk ke në fakt rritje ekonomike, mirëqenie ekonomike, aktivitet biznesor të shëndetshëm në një farë mënyrë ti del jo serioz edhe para shteteve tjera, para mes ndërkombëtar, sepse përderisa ki një bruto produkt më të vogël, një buxhet më të vogël, një pagë më të ulët, një mirëqenie më të ulët, papunësime të lartë me një farë mënyrë nuk e kia të zërin serioz në raport me shtetet tjera, kështu që në këtë drejtim më rrej që institucionet të krijohen sa më shpejt dhe të kthehet interesit të qytetarit, që a do të kenë problem derisa të krijohen institucionet dhe a do të ketë adresë dhe zëri tyre a do të shkon jo hoq, po me një farë mirë sikur se thuhet një fjalë